Kandidati për kryetar nga PDK Shaqir Totaj, bardhësi i listës Kujtim Bashësi dhe kandidatë e kësaj partie në Romaj të Hasit marrin një po të madhe. Fillimisht kandidatët si Drita Qenaj, Samire Qoqaj, Adem Orina dhe Gzona Hoxha kërkuan votën për kryetarin aktual dhe të ardhshëm Shaqir Totaj, duke theksuar se Romaja është mobilizuar si kur më parë që kryetari Totaj ta udhëheqë këtë komunë të Prizrenit edhe një mandat. Të mobilizohemi të gjithë dhe të votojmë kryetarin për punë të mira edhe në mandatin e ardhshëm. Gjithashtu kemi edhe kandidatën e këtij fshati e cila e meriton me qenë edhe një mandat si asambleiste për projektet dhe për punët e mira që i ka sjellë në fshatin e juve. Edhe kërkoj nga ju mobilizim për dilën që me dojnë me votu të gjithë numrin 1 në Partinë Demokratike të Kosovës, kryetarin më të mirin që e ka pasur Prizreni në jashtë të qytetit. Ne kërkoj për juve që asnjë vot tjetër mos më shku për asnjë kandidat tjetër, përpos për numrin 33 për Drita Qenaj, që ka qenë zëri po shihet edhe sa që do ta kemë. Faleminderit shumë. E përfunduam mandatin e parë me shumë punë konkrete, me shumë projekte. Ademi i përmendën disa, po janë vendasi këto dhe di çka u zbon. Është ndërtuar shkolla e mesme, ku ju kanë ofruar kushte nxënësve për mësimdhënie dhe mësimdhënie. Është ndërtuar centra e edukatës fizike, ku do t'i shërben të dy shkollat, shkollën fillore dhe shkollën e mesme. Janë ndërtuar rrugisa duke i përfshirë të gjitha lagjet, pa dallime. Këto janë kry par kryetarit, zoti Shaqir Totaj. Projektet për Romaj nuk do të ndalen edhe në 4 vjeçarin e ardhshëm. Uroj Misari Samirës. Unë po kërkoj që jo veç ju jeni pranishëm, por anë kënd ku keni familjar, miq e dashamirë, na kanë mbetur vetëm edhe 3 ditë deri në ditën e votimeve, data 12 tetor, që mos ndalemi për rrugtimin e fitores me kryetarin Shaqir Totaj. Kjo ka në të dhjene në granë që pritet të zhvillohet fiturën e madhe më 12 tetor. Energjia, bashkimi dhe përkushtimi banorëve të Romajës janë dëshmi e besimit të fortë në rrugën e zhvillimit që po e vazhdojmë bashkë. Për herë të këtyre banorëve, kryetari Totaj ka kërkuar që të vlerësohet qeveria e tyre 4 vjeçare si dhe në 4 vitet e ardhshme do të ketë edhe shumë projekte të realizuara edhe për Hasin. Kemi punë, alo. Jam shumë i sigurt që në të ardhmen edhe në nivel nacional do të kemi ndryshime, edhe me një qeveri ma bashkëpunuese, e cila edhe nëse nuk nga program shumë nuk nga bën pengesa, jam shumë i sigurt që do të realizojnë projekte edhe më të mëdha, edhe më të rëndësishme, edhe Hasi nuk do të lejojë monash, do të arrisim nivelin e investimeve, edhe në infrastrukturë, edhe në shëndetësi, edhe në arsim, edhe kudo të ketë nevojë. Një mesazh që do më dhon jo juve, se juve prezencën e juve di që kemi të qartë, por këtë aty me tjerëve që mund të kenë dilema. Unë ju garantoj qysh doni, që nuk mundet u kujdes për Hasin ma shumë asnjë njeri tjetër se sa një Hasion i cili ka origjinë e tij. Shkojmë edhe në përtubime tjera, edhe normal që rrëstojmë edhe në pjesë tjera territorit komunës Prizrenit, pra Hasi është pak specifik se origjina, me vetje, tërhek, të ngratë, deshte, pa ja dhon pak një proporsi, bilet vogël, nuk e lojnë. Ato e kemi të regu, do të regujmë dhe nuk diskutojnë dhe neve nuk në duhet veç një fitore thjesht. Neve në duhet me dhonë një mesazh serios të rikthimit të fuqishëm të PDK-s edhe në nivel nacional.
ju përshini çfarë qeverisje kemi në nivel të shtetit. Përshini sankcionet Bashkia Evropiane që na ka vendosur. Përshini ndërpremja e dialogut strategjik që ka ndodhur me Onës Amerikës. Po do ju siguru juve dhe shumë tjerë që nashta kanë dilema. Qëtë shtet e ka kriju Amerika bashkë në Evropë. Qëtë shtet e mbron hala Amerika bashkë në Evropë. Kufit tonë e mbron Amerika. Hapësinën tonë e erorën e mbron Amerika. Pa përkrahjen e tyne, nësë mëj me egzistu. Edhe një sjellje e pa përgjeshme e partisë në shtetë, neve në ka pru me një situatë shumë palakoshme. Prandaj, për ata njerëz, cilë Katri Veseli, edhe ashtë më thashë, i kam thonë, ta thashë, asë një vorë,